Mos e prek atë çantë. Zëri i milionerit ushtoi në të gjithë korridorin e vilës. Pastruesja Elena shndroi ngrirë pranë tavolinës me duart që i dridheshin. Para saj ndodhej një kutje e vogël e hapur, ndërsa brenda saj mungonte një orë luksoze me vlerë qindra mijëra euro. Milioneri Adrian Kodra po e shikonte me një zemërim që nuk kishte parë kur askush. Ti ishe e vetmja që hyre në këtë dhomë sot. Elena uli kokën. Zotëri, unë nuk kam marrë asgjë. Atëherë pse ora ime është shtukur? Në atë moment, 2 rojet e sigurisë hynë në dhomë. Elena e kuptoi menjëherë se situata ishte bërë shumë më serioze. Ajo punonte në atë shtëpi prej gati 3 vitesh. Kishte pastruar çdo dhomë, kishte kujdesur për fëmijët e familjes dhe edhe pse paguaj pak, nuk ishte ankuar kurrë. Por tani në sytë e të gjithëve ajo ishte bërë hajnesh. Adriani mori telefonin dhe thiri policin. Kam prova të mjaftueshme, tha i ftohtë. Kamerat kanë regjistruar gjithçka. Elena ngriti kokën. Kamerat. Milioneri buzëqeshi me përbuzje. Po. Dhe këtë herë nuk do të mund të gënjesh. Por ai nuk e dinte një gjë. Kamerat nuk do të tregonin atë që ai priste. Kur roja hapi regjistrimet e sigurisë, të gjithë u afruan pranë monitorit. Pamjet nisën të shfaqeshin. Elena hyri në dhomë. Pastroi tavolinën. U largua. Pastaj kamera tregoi diçka tjetër. Një person tjetër hyri në dhomë disa minuta më vonë. Adriani u afrua më shumë drejt ekranit. Fytyra e tij ndryshoi. Jo, roja ndaloi videon. Sepse personi që sapo kishte hyrë në dhomë ishte dikush që Adriani e njihte shumë mirë. Dhe ajo që ndodhi më pas do të zbulonte një sekret që kishte qenë i fshehur brenda familjes së tij për vite të tëra. Adriani qëndroi i palëvizur për disa sekonda përpara monitorit. Në ekran, pamjet e kamerës vazhdonin të shfaqnin korridorin e gjatë të vilës. Ora ishte zhdukur. Pastruesja Elena kishte hyrë në dhomën e bibliotekës, kishte pastruar tavolinën dhe ishte larguar. Deri këtu gjithçka dukej normale. Por disa minuta më vonë dera u hap përsëri. Dikush hyri. Adriani ngushtoi syt. Ndale. Roja shtypi butonin. Pamja u ngrir. Smadhoi fytyrën, urdhëroi Adriani. Roja bëri atë që i kërkoi. Në ekran u shfaq një grua elegante rreth të 5 vjetave. Ajo mbante një çantë të zezë dhe shikonte vazhdimisht pas shpine, sikur kishte frikë se mos e shihte dikush. Elena e njohu menjëherë. Zonja Klara. Ishte motra e madhe e Adrianit. Adriani u kthye ngadalë nga Elena. Ti e dije që ajo kishte hyrë në dhomë? Jo, zotëri. Ju betohem. Nuk e dija. Klara kishte qenë në shtëpi atë mëngjes, por kishte thënë se do të largohej menjëherë për një takim. Askujt nuk i kishte treguar se do të hynte në bibliotekën e Adrianit. Roja vazhdoi videon. Klara u afrua te tavolina. Ajo shikoi kutin ku ndodhej ora. Pastaj nxori telefonin. Elena mbajti frymën. Adriani nuk fliste. Klara u përkul dhe mori diçka nga tavolina. Por kamera nuk e kishte një kënd të qartë. Ktheje edhe një herë, tha Adriani. Pamja u kthye. Pastaj u zmavua. Këtë herë ajo që pani la të gjithë pa fjalë. Klara nuk po merrte orën. Ajo po vendoste diçka pranë kutisë. Një zarf të bardhë. Pastaj u largua. Adriani u ul në karrige. Çfarë dreqin është kjo? Elena nuk guxonte të fliste. Por pas pak sekondash, një nga rojet tha. Zotëri, duhet të shikoni pjesën tjetër. Çfarë ka? Pas largimit të zonjës Klara, dikush tjetër hyri. Adriani ngriti kokën. Kush? Roja nuk u përgjigj menjëherë. Ai kaloi videon përpara. Dera e bibliotekës u hap. Një burr hyri brenda. Adriani u ngrit menjëherë. Nuk është e mundur. Burr kishte veshur një kapuç të zi dhe një xhaketë të errët. Fytyra nuk i dukej. Ai shkoi direkt te tavolina. Hapi kutin dhe mori orën. Elena filloi të çante. E shikoni? Unë nuk e kam marrë. Por Adriani nuk po e shikonte më atë. Ai po shikonte burrin në ekran. Diçka në mënyrën se si ai ecte i dukej tepër e njohur. Burri u largua nga biblioteka. Kamera tjetër e kapi në korridor. Pastaj një tjetër. Ai kaloi pranë sallonit. Pastaj hyri në një dhomë të vogël pranë garazhit. Roja kaloi te kamera e garazhit. Aty burri hoqi kapuçin. Adriani u afrua aq shumë pranë ekranit sa fytyra pothuajse i preku monitorin. Nuk mund ta besonte. Jo. Elena e shikoi. Kush është? Adriani nuk u përgjigj. Burri në ekran ishte dikush që kishte hyrë dhe kishte dalë nga ajo vilë qindra herë. Dikush që Adriani i kishte besuar pa diskutim. Dikush që kishte çelsat e shtëpisë. Dhe më e keqja, ishte dikush që e kishte bindur Adrianin se Elena ishte hajnesh. Në atë moment telefoni i Adrianit ra. Numri ishte i panjohur. Ai u përgjigj. Alo?
Në anën tjetër të telefonit dëgjohej vetëm frymëmarrje. Pastaj një zë i ulët tha: "Nëse vazhdon të shikosh kamerat, do të pendohesh." Telefonata u ndërpre. Adriani mbeti i ngrirë. Roja dhe Elena e shikonin. "Kush ishte?" pyeti Roja. Adriani shikoi përsëri monitorin. "Nuk e di." Pastaj heshti për disa sekonda. "Por tani e di që ora nuk ishte arsyeja e vërtet." Elena fshiu lotët. "Çfarë do të thoni?" Adriani u kthye drejt saj. Dikush nuk donte të vinte vetëm një orë. Ai mori zarfin që Klara kishte lënë pranë kutisë. E hapi. Brenda kishte vetëm një fotografi. Adriani e pa. Dhe fytyra ju zbeh. Në fotografi ishte ai vetë, shumë vite më parë, duke mbajtur në krah një foshnjë. Në pjesën e pasme të fotografisë ishte shkruar vetëm një fjali. Fëmia nuk ishte ai që të thanë. Adriani e lexoi edhe një herë fjalin në pjesën e pasme të fotografisë. Fëmia nuk ishte ai që të thanë. Për disa sekonda, ai nuk mundi të merrte frymë normalisht. Fotografia ishte e vjetër. Shumë e vjetër. Ai e mbante mend atë ditë. Ishte një nga ditët më të rëndësishme të jetës së tij. Por kujtimi që kishte mbajtur për më shumë se 20 vjet, papritur filloi të dukej si një gënjeshtër. "Çfarë do të thotë kjo?" pyeti Elena me zë të ulët. Adriani nuk u përgjigj. Ai e ktheu fotografin nga ana tjetër. Në cep ishte shkruar një datë. 17 tetor 2004. Adriani u ul. Në vitin 2004 ai ishte vetëm 26 vjeç. Biznesi i tij sapo kishte filluar të rritej. Në atë kohë ai nuk ishte ende milioner. Jetonte në një apartament të vogël me gruan e tij, Mirelën. Dhe atë vit kishte ndodhur diçka që ai pothuajse nuk fliste kurrë për të. Lindja e fëmijës së tij të parë. Por fëmia kishte vdekur vetëm disa orë pas lindjes. Të paktën kështu i kishin thënë. Adriani kishte qenë jashtë dhomës së lindjes kur mjeku kishte dalë dhe i kishte dhënë lajmin. Ai e kishte mbajtur trupin e vogël për vetëm disa minuta. Pastaj infermierët e kishin marrë. Mirela kishte qenë e shkatëruar. Vitet kaluan. Dhimbja u bë një kujtim i largët. Por tani një fotografi kishte hapur një plagë që ai mendonte se ishte mbyllur për gjithmonë. "Zotëri," tha Elena. Adriani e ngriti dorën. "Mos thuaj asgjë." Ai mori telefonin dhe thiri një numër. Pas disa sekondash dikush u përgjigj. "Po, dua të kontrollosh diçka për mua." "Çfarë?" "Të gjitha dokumentet e lindjes nga tetori i vitit 2004. Në anën tjetër pati heshtje." "Për çfarë po flisni?" "Mos më bëj pyetje. Thjesht gjeje." Ai e mbylli telefonin. Roja po e shikonte i hutuar. "Zotëri, çfarë lidhje ka kjo me orën?" Adriani u ngrit. "Nuk e di." Pastaj shikoi Elenën. "Por dikush po përpiqet të më tregoj se gjithë jeta ime mund të jetë ndërtuar mbi një gënjeshtër." Ndërkohë në anën tjetër të qytetit, Klara po hynte me nxitim në një apartament. Ajo mbylli derën. Nxori telefonin dhe telefonoi dik. Ai e gjeti fotografin. Një zë mashkullor u përgjigj. "Si është e mundur?" "Nuk e di." "Kamerat." "Kamerat?" Klara u kthye nga dritarja. "Po." Ai pa gjithçka. Zëri në telefon heshti. Pastaj tha: "Atëherë kemi një problem. Çfarë do të bëjmë?" "Duhet ta gjejmë para se të zbuloj pjesën tjetër." Klara shtrëngoi telefonin. "Po Elena?" "Lëre atë." "Por ajo mund të flasë." "Nuk di asgjë." "Po sikur të ketë parë diçka?" Zëri u bë i ftohtë. "Atëherë sigurohu që të mos flasë." Klara e mbylli telefonin. Por ajo nuk e dinte se dikush po e dëgjonte. Në apartamentin përballë, një burr qëndronte pranë dritares me një aparat fotografik në dorë. Ai kishte fotografuar Klaran dhe kishte regjistruar të gjithë telefonatën. Në vil, Adriani kishte hyrë në zyrën e tij. Ai hapi një sirtar të vjetër. Brenda kishte dokumente, letra dhe fotografi nga koha kur ishte i ri. Ai kërkoi për disa minuta. Pastaj gjeti një dosje. Mirela Kodra 2004. Duart i dridheshin. Ai hapi dosjen. Në të kishte dokumente të vjetra spitalore. Raporti i lindjes. Dokumentet e nënës. Dhe një certifikat. Adriani filloi ta lexonte. Por në atë moment dera u hap. Ishte Elena. "Zotëri?" Adriani u kthye. "Çfarë ndodhi?" "Kam gjetur diçka." "Çfarë?" Elena mbante në dorë një çelës të vogël metalik. "E gjeta në dhomën e zonjës Klara." Adriani u afrua. "Ku?" "Brenda një kutie." "Pse ma sjell mua?" Elena uli syt. "Sepse mbi të ishte shkruar emri juaj." Adriani mori çelësin. Në të vërtetë, në të ishte gdhendur vetëm një numër. 317. Adriani u zbeh. "Çfarë ka?" Ai nuk u përgjigj. Sepse e njihte atë numër. Dhoma 317.
Ishte dhoma e spitalit ku kishte lindur fëmia e tij. Ai kishte menduar se dhoma ishte mbyllur dhe se të gjitha dokumentet e asaj kohe ishin zhdukur. Por tani dikush kishte një çelës. Dhe çelësi kishte qenë fshehur në dhomën e motrës së tij. Elena. Po, a mund të më ndihmosh me diçka? Sigurisht. Adriani mori pallton. Do të shkojmë në spital. Një orë më vonë, Adriani dhe Elena mbërritën në ndërtesën e vjetër të spitalit. Pjesa më e madhe e godinës ishte rinovuar, por krahu i vjetër kishte mbetur pothuajse i paprekur. Ata gjetën korridorin ku ndodhej dhoma 317. Dera ishte e mbyllur. Adriani nxori çelësin. E futi në brav. U kthye. Klik. Dera u hap. Dhoma ishte e errët. Brenda kishte vetëm një krevat të vjetër, një dollap dhe disa kuti të mbuluara me pluhur. Elena ndezi dritën. Adriani hyri ngadalë. Ai ndjeu një tronditje. Pavarësisht viteve, kishte diçka të njohur në atë dhomë. Në mur kishte një fotografi të vjetër të stafit të maternitetit. Adriani u afrua. Filloi të lexonte emrat. Dhe papritur ndaloi. Një emër i njohur. Arben Dervishi. Adriani e njihte atë burr. Ishte mjeku që i kishte dhënë lajmin për vdekjen e fëmijës. Por kishte diçka që nuk kishte kuptim. Në fotografi, doktori ishte pranë një gruaje. Adriani e njohu menjëherë. Ishte Klara. Motra e tij. Jov përshpëriti. Elena u afrua. Çfarë ka? Adriani tregoi fotografin. Ajo ka qenë këtu atë natë. Ndoshta thjesht ka ardhur të vizitoj. Jo. Adriani e ndërpreu. Klara më tha se atë natë ishte në një hotel larg qytetit. Elena mbeti pa fjalë. Në atë moment një tingull erdhi nga korridori. Hapat e dikujt. Adriani u kthye. Kush është? Asnjë përgjigje. Hapat u afruan. Pastaj dera e dhomës u mbyll me forcë. Elena bërtiti. Adriani vrapoi drejt derës. Por përpara se të arrinte, dëgjoi një zë nga jashtë. Duhej të kishe harruar gjithçka, Adriani. Adriani ngriti zërin. Kush je? Asnjë përgjigje. Vetëm një letër u fut poshtë derës. Adriani e mori. Në të ishte shkruar. Nëse do të dish të vërtetën për fëmijën tënd, kërko në arkivin e vjetër. Poshtë kishte një orë. 23:30. Dhe një paralajmërim. Mos i beso askujt që mban mbiemrin Kodra. Adriani e lexoi. Pastaj pa Elenën. Për herë të parë dyshimi i hyri në zemër. Sepse tani nuk dinte më kujt t'i besonte. As motrës. As familjes. As njerëzve që i kishin treguar historinë e fëmijës së tij. Por mbi të gjitha, ai nuk e dinte nëse Elena ishte vërtet thjesht një pastruese që ishte akuzuar padrejtësisht, apo nëse ajo kishte hyrë në jetën e tij për një arsye shumë më të madhe. Adriani qëndroi për disa sekonda duke parë letrën. Mos i beso askujt që mban mbiemrin Kodra. Fjalët i përsëriteshin në mendje. Ai e palosi letrën dhe e futi në xhep. Pastaj u kthye nga Elena. Duhet të largohemi. Po. Ata dolën nga dhoma 317 dhe ecën me shpejtësi nëpër korridorin e errët. Por Adriani nuk mund ta hiqte nga mendja një pyetje. Pse dikush po përpiqej ta paralajmëronte? Dhe pse pikërisht tani? Në orën 23:15 Adriani dhe Elena u kthyen në vilë. Adriani nuk i tregoi askujt se ku kishin qenë. As rojeve, as stafit, as motrës së tij. Ai u fut në zyrë dhe mbylli derën. Elena qëndroi jashtë. Pak minuta më vonë, Adriani doli me një çelës të vjetër në dorë. Do të shkojmë në arkiv. Tani? Po. Para orës 23:30. Ata hipën në makinë. Arkivi i vjetër ndodhej në bodrumin e një ndërtese administrative, jo shumë larg spitalit. Ishte një vend ku ruheshin dokumente të vjetra që nuk ishin digjitalizuar. Kur mbërritën, Adriani përdori një kontakt të vjetër për të hyrë brenda. Korridori ishte i errët. Aroma e letrave të vjetra mbushte ajrin. Çfarë po kërkojmë? Pyeti Elena. Dokumentet e lindjeve të tetorit 2004. Ata filluan të kontrollonin raftet. Pas disa minutash, Adriani gjeti një kuti. 2004 materniteti. Ai e vendosi mbi tavolinë. Hapi kapakun. Brenda kishte vjetra dosje. Ai kërkoi emrin e Mireles. Më në fund e gjeti. Dosja ishte shumë e hollë. Shumë më e hollë nga sa duhej të ishte. Adriani e hapi. Në fashën e parë ishte emri i gruas së tij. Në fashën e dytë ishte data e lindjes. Por faqja e tretë mungonte. Dikush e ka hequr. Elena e pa me kujdes. Ndoshta është humbur. Jo. Adriani shtrëngoi dosjen. Dikush e ka marrë. Ai vazhdoi të kërkonte. Në fund të dosjes gjeti një copë letre të palosur. E hapi. Ishte një shënim i shkruar me dorë. Fëmia u transferua. Adriani u ngrir.
Transferua? Ku? Pyeti Elena. Poshtë kishte një numër. 317 p. Çfarë është 317 p? Pyeti ajo. Adriani nuk e dinte. Por më pas vuri re një vull. Një vull me emrin e mjekut. Arben Dervishi. Ai e kuptoi se gjithçka po lidhej. Doktori, Klara, fëmia dhe ora. Në atë moment dëgjuan një shurm. Dikush po vinte. Adriani mbylli me një herë dosjen. Fshihemi. Ata u futën pas një rafti. Dera e arkivit u hap. 2 njerëz hyn. Adriani nuk mund t'i shihte fytyrat, por e dëgjoi zërin e njërit. Duhet ta gjejmë dokumentin para tij. Tjetri u përgjigj. Nëse e ka gjetur tashmë, atëherë kemi problem. Adriani njohu zërin. Ishte zëri i Klarës. Ai shikoi Elenën. Ajo vuri dorën mbi gojë. Klara po kërkonte diçka. Ai nuk duhet ta zbuloj kurrë se çfarë ndodhi atë natë, tha ajo. Burri pranë saj heshti. Pastaj pyeti. Po vajza? Adriani ndjeu zemrën t'i ndalej. Vajza. Klara u përgjigj. Vajza është gjallë. Adriani mbylli syt. Elena e pa me lot në sy. Klara vazhdoi. Dhe nëse Adriani e merr vesh kush është, gjithçka do të shembet. Burri pyeti. Po nëse ajo është pranë tij, atëherë duhet ta largojmë. Adriani nuk mund të qëndronte më i fshehur. Ai doli nga pas raftit. Kush është vajza? Klara u kthye. Fytyra ju zbardh. Adriani. Mos më gënje më. Ai u afrua. Fola me mjekun. Pash dokumentet. Dëgjova gjithçka. Klara filloi të çante. Ti nuk e kupton. Atëherë ma shpjego. Nuk mundem. Kush ishte fëmia im? Klara heshti. Adriani bërtiti. Kush ishte vajza ime? Klara uli kokën. Pastaj tha. Ajo nuk vdiq. Adriani mbeti pa fjalë. Çfarë? Vajza jote ishte gjallë. Ku është? Klara filloi të dridhej. Nuk e di. Mos më gënje. Nuk e di ku është tani. Adriani u afrua. Kush e mori? Klara ngriti syt. Unë. Heshtje. Elena mbuloi gojen. Adriani duke sikur kishte humbur tokën në këmbë. Ti. Klara çau. Nuk e bëra për vete. Atëherë për kë? Ajo nuk u përgjigj. Burri që ishte me të u përpoq të largohej. Por Adriani e kapi nga krahu. Ti nuk po shkon askund. Burri u përpoq të shkputej. Në atë moment Elena vuri re diçka në qafën e tij. Një varse. Një simbol i vogël argjendi. Ajo e njihte atë simbol. E kishte parë më parë. Në një fotografi. Në një fotografi që ndodhej në shtëpinë e Adrianit. Prit. Të gjithë u kthyen nga Elena. Ajo u afrua te burri. Ku e ke marrë atë varse? Burri nuk foli. Elena e shikoi më nga afër. Pastaj fytyra e saj ndryshoi. Jo. Adriani e pa. Çfarë ndodhi? Elena filloi të çante. Unë e kam parë këtë simbol kur isha fëmijë. Adriani u afrua. Ku? Elena nxori nga qafa një varse të vogël që mbante gjithmonë. Ishte pothuajse identike. 2 pjesët bashkoheshin si një medaljon. Adriani e kuptoi me njëherë. Elena. Ajo e pa. Çfarë? Adriani mori frym thellë. Më jep varsen. Elena ja dha. Ai e vendosi pranë asaj të burrit. 2 pjesët u bashkuan. Në pjesën e brendshme ishte gdhendur një datë. 17/10/204. Data e lindjes së vajzës së tij. Adriani ngriti syt. Elena po çante. Pse e ke këtë? Ajo nuk dinte çfarë të thoshte. Pastaj burri foli për herë të parë. Sepse ajo nuk është rastësisht këtu. Adriani u kthye. Çfarë po thua? Burri pa Elenën. Elena është vajza që kërkon. Gjithçka u bë e heshtur. Adriani e pa pastruesen. Gruaja që ai kishte akuzuar për vjedhje. Gruaja që kishte punuar në shtëpinë e tij për 3 vite. Gruaja që kishte qarë para tij ndërsa ai e quante hajnesh. Dhe tani, ajo mund të ishte vajza që ai kishte menduar se kishte humbur përgjithmonë. Por para se Adriani të mund të fliste, Klara bërtiti. Jo, mos e beso. Adriani u kthye. Pse? Klara po çante. Sepse Elena nuk është vajza jote. Ajo mori frym thellë. Ajo është vajza e dikujt tjetër. Në atë moment të gjitha dyshimet u kthyen përsëri. Dhe Adriani kuptoi se sekreti i vërtet ishte shumë më i madh nga sa kishte imagjinuar. Adriani qëndroi i ngrirë. Fjalët e Klarës kishin rënë mbi të si një goditje. Elena nuk është vajza jote, përsëriti ajo. Ajo është vajza e dikujt tjetër. Adriani pa Elenën. Ajo po çante në heshtje. Atëherë kush jam unë? Pyeti ajo me zë të dridhur. Askush nuk foli. Burri që kishte ardhur me Klarën uli kokën. Mjaft Klara.
Ka ardhur koha të thuash të vërtetën. Klara e pa me ina. Ti nuk ke të drejtë. Kam heshtur për 22 vjet, u përgjigj ai. Më gjatë nuk mundem. Adriani u kthye nga ai. Fol. Burri mori frym thellë. Atë natë vajza jote lindi e gjallë. Adriani mbylli sytë. Vazhdo. Por kishte komplikime. Mjeku mendoi se nuk do të mbjetonte. Klara ishte aty. Ajo kishte frikë se Mirela nuk do ta përballonte humbjen. Çfarë bëri? Burri uli kokën. Ajo mori një vendim që nuk duhej ta merrte kurrë. Klara filloi të çante. Unë vetëm doja ta shpëtoja. Adriani bërtiti. Çfarë bëre me vajzën time? Klara shpërtheu në lot. E çova në një familje tjetër. Heshtje. Çfarë? Një familje që nuk mund të kishte fëmijë. Ata pranuan ta merrnin dhe të kujdeseshin për të. Unë mendova se po bëja gjën e duhur. Adriani mezi fliste. Dhe na the se kishte vdekur? Klara uli kokën. Po. Për 22 vjet? Po. Adriani e pa me neveri. Pse? Klara nuk u përgjigj. Burri pranë saj foli. Sepse babai yt ishte kundër që pasuria e familjes të ndahej. Klara kishte frikë se një ditë nëse ti dhe Mirela do të kishit një trashëgimtare, gjithçka do të ndryshonte. Adriani kuptoi. I gjithë mashtrimi kishte nisur nga parat. Por ende mbetej një pyetje. Ai u kthye nga Elena. Atëherë kush je ti? Elena po dridhej. Unë nuk e di. Burri mori nga xhepi një zarf. Kjo do t'ju tregoj. Adriani e hapi. Brenda kishte një certifikat të vjetër. Emri i nënës biologjike ishte Mirela Kodra. Emri i babait ishte Adrian Kodra. Dhe emri i fëmijës, Elena Kodra. Adriani nuk mundi të mbante më lotët. Ai shikoi vajzën që kishte pasur përpara për 3 vite dhe që nuk e kishte njohur kurrë. Ti, Elena po çante. Pse nuk ma the? Sepse nuk e dija. Ajo nxori nga çanta një dokument tjetër. Unë u rrita me një familje tjetër. Më thanë se prindërit e mi kishin vdekur. Adriani e kuptoi papritur. Dhe si përfundohet duke punuar këtu? Elena buzëqeshi me slotësh. Nuk e dija që kjo ishte shtëpia jote. Ajo kishte ardhur për punë. Pa e ditur se po hynte në shtëpinë e babait të saj. Por ende mungonte një pjesë e historisë. Ora. Adriani u kthye nga burri. Kush e vodhi orën? Burri heshti. Pastaj pa Klarën. Ajo. Klara uli kokën. Pse? Sepse ora kishte një mikrochip të vjetër me të dhëna të regjistruara. Në të kishte dokumente dhe kontakte që mund të zbulonin historinë e asaj nate. Adriani kuptoi. Pra më akuzove Elenën që të fshihej gjurmët. Klara filloi të çante. Po. Adriani e pa gjatë. Ti nuk vodhe vetëm një orë. Ai tregoi Elenën. Ti më vodhe vajzën time. Klara nuk pati çfarë të përgjigjej. Disa ditë më vonë, rezultatet e Adnës konfirmuan atë që dokumentet kishin treguar. Elena ishte vajza Adrianit dhe Mireles. Kur Mirela e mësoi të vërtetën, ajo çau për orë të tëra. Pastaj takoi Elenën. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Ajo vetëm e përqafoi. Për 22 vjet kishte menduar se vajza e saj kishte vdekur. Tani e kishte përsëri përpara. Klara u arrestua për falsifikimin e dokumenteve dhe mashtrimin e kryer ndër vite. Adriani nuk e përdori pasurinë për të blerë heshtje në askujt. Përkundrazi, ai kërkoi që gjithçka të hetohej deri në fund. Por gjëja më e rëndësishme për të nuk ishte më pasuria. Ishte familja. Ai ndryshoi edhe diçka tjetër. Elena nuk ishte më pastruesja e viles. Ajo ishte vajza e tij. Por Elena i tha: "Unë nuk dua të më trajtosh ndryshe sepse jam vajza jote." Adriani buzëqeshi. "Atëherë çfarë dëshiron? Dua të më njohësh nga fillimi." Adriani e përqafoi. "Kjo është e vetmja gjë që dua edhe unë." Dhe kështu një akuzë për vjedhje në një ore luksoze zbuloi një sekret që kishte qenë i fshehur për më shumë se 2 dekada. Adriani kishte menduar se kishte humbur vajzën e tij në ditën kur ajo lindi. Por fati e kishte sjellë përsëri në jetën e tij. Jo si një trashëgimtare, jo si një milionere, por si një grua që kishte punuar me duart e saj dhe që pa e ditur kishte hyrë çdo ditë në shtëpinë e babait të saj. Dhe ai e kuptoi një të vërtetë që nuk do ta harronte kurrë. Ndonjëherë njeriu që e gjykon më shpejt është pikërisht personi që duhet ta dëgjojë më shumë. Sepse atë ditë kamerat nuk zbuluan vetëm hajdutin. Ato zbuluan vajzën që një baba kishte kërkuar pa e ditur për 22 vjet.